Jemi këtu në izvor të Zveçanit të vendkalimi kufitar me Serbinë, që në bazë të marrëveshjeve të Brukselit do duhej të ishte një vendkalim i integruar i kufirit, po për shkak se Serbia nuk respekton atë çfarë është dakorduar, edhe më tej ngelet i pa realizuar. Por jemi sot 6 muaj e gjysmë më vonë për ta bërë përurimin, inaugurimin e stacionit të ri policor për mbikëqyrjen e kufirit këtu në izvor të Zveçanit në Republikë Kosovës, në një ndërtesë impresive e cila ka kushtuar rreth 750.000 euro dhe ka një sipërfaqe të gjithë mbarshme prej afër 4.000 metra katror, në mënyrë që edhe zyrtarët policor të kenë kushtet e dinjitetshme të punës, por edhe performancat të jetë një cilësie të lartë sa i përket parandalimit të kontrabandës dhe çfarëdo veprimtarie tjetër ilegale. Urime policisë Kosovës dhe gjithë qytetarëve të Republikës.